A ishte e mundur të pushtosh të gjithë boten pa u bere Tiran? Në vitin 539 para Krishtit, portat e qytetit me të pathjeshem në histori babilonise u hapen me shpejtësi, por nuk pati masakra, as plaskitje, as tymtezi nga zjarret. Nje burre hajri me kale, jo si shkaterrues, por si çlirimtar. Emri i tij ishte Kiri dhe ai ishte gati të themelonte perandorinë me të madhe që njerëzimi kishte pare ndonjëherë. Harrogeni atë që pate në filma. Kjo është historia e vërtetë e superfukise se pare global. Perandorise a Kamenide. Pelkeni, abonohuni dhe shperndajeni. Le te filojme. Per te kuptuar madheshtine e asaj që ndertuaj Kiri imad. Se pari duhet të shohim gje harte te asaj që është tani Irani. Në atë kohë, persianet nuk ishin gje qeter vetëse nje koleksion fisesh gisme nomade. Barinç dhe luftetaresh që jetonin nën higjen të zgjedhen e njek giganti. Perandorise mediane. Persianet paguanin haraç dhe ulnin koken, por gjaku që rridhte në venat e tyre ishte ai i një ambicieje të patjeshme. Kiri nuk ishte njeri i zakonshëm. Sipas legjendes, gjyshi i tij, mbreti me dinasti Agji, u perpok të vriste atë kur ishte foshnje sepse një ender profetike e paralajmëroi se nipi i taj do të rezonte nga froni. Por fati, si ndodh shpesh në historinë e perandorive të medha, nuk mund të varroset. Kiri mbigjetoi, u rrit në resire dhe në vitin 550 per para Krishtit, ai beri të paimaginueshmen. Bashkoi fiset persiane dhe u ngrit me arme kundër sundimtarëve të taj. Ki nuk ishte një rebelim i thjeshtë skaleverish. Ishte lindja e një logjitari lufte. Kiri kombinoi levishmërinë ekstrem të kaloresise se lehte me një vizion strategjik që armikta e tij nuk arriten ta kuptonin në kohë. Brenda pak vitesh, ai jo vetëm ke i mundi me det, por edhe përvetesoi ushtrinë dhe territorinë e tyre. Brenda nates, mbreti i ri persian e gjeti veten në krye të një fukje rajonale, por pamgjet e tij ishin vendosur shumë përtej horizontit. Pengesa e pare e madhe per hegemoninë persiane ishte Kroesi, mbreti i Lidise. I famshem per pasurite e tishte pallogaritshme. I sigurt ne arin dhe orakullin e tij. Kroesi kaloi lumin halis per tu per ballur me Kirin. Ai beri një gabim fatal. Në betejën e Tymbreas, Kiri përdori një taktike të shkelkier dhe të pazakonte. Duke kuptuar se kuajt e kaloresise Lidia ne kishin frike nga aroma e deveve, ai i vendosi kafshet e tij të ngarkeses në balet të avangardes. Kuajt e armikut u panikuan dhe mbretëria e Lidise, me gjithë arin e saj, rane duart e persianeve. Me Lidine nën kontrollin e tij, Kiri tani dominonte rruget tregtare që lidhnin Azina me detin e Gje. Bota i lashta ishte në shok. Kush ishte ki persian ke po përpinte mbretërite sikur ta ishin gure në një tabeleshahu. Por kulmi i vërtetë i kesa gjengritje erdhime babilonine. Imagjinoni mure kak të gjera se karokat mund t'i kalonin ato pa u prekur. Babilonia ishte metropoli absolut i antikitetit, i mbrojtur nga lumi Eufrat dhe i konsideruar i pamundur për tu sulmuar me uri ose forse. Megjithatë, Kiri nuk përdori forse brutale ose një rrethim të zgjatur. Inxhinieret e tij e devigjuan rrjedhën e lumit në një kanal të thate, duke u lexuar trupave të tij të marshonin për gjatë shtratit të lumit. Duke hire në kitet poshte portave të renda prej hekuri gjatë një nategosti babilonase. Ajo që ndodhi me pas e ndryshoi për gjithmonë etiken politike. Dhe kjo është arsyeja pse Kiri është i vetmi i huaj i kuashtur mesja në tekstet biblike. Kiri jo vetëm që i fali qytetaret, por naksori edhe një dekret të gdhendur në një silinder balte, cilindrin e famshem të Kirit. Në te, a i shpalli lirine e adurimit dhe legjoj popujt e zvendosur, përfshire hebrenjshte e skalaveruar. Tek të heshin në tokat e tyre dhe të rindertonin tempusht e tyre. Kiakt nuk ishte thjesht miresi, ishte genialitet administrativ. Duke respektuar zakonet lokal, Kiri eliminoi rengjen e rebelimeve të ardhshme. A i kishte shpikur konseptin e nje perandorie tolerante, kunen shtetasit Sherbenin, jo nga Frika i Kamshikut, por per përfitimet e pakes persiane. Kiri i madh vdik në vitin 530 para Krishtit, duke luftuar në kufiqte e eger kunder fiseve nomade masagetae. Thuhet se mbretëresha Tomiris i preu koken në një akt hakmarrjegje, por trashëgimia e tij ishte tashme e pathjeshme. A i kishte lënë pas një territor që shtrihej nga lumi Indus deri në brigjet e Mesdeut. Megjithatë, një perandori kak e gjere ka një problem të natyrshëm, trashëgimine.
Kush mund të mbagjet e bashkuar një strukturet e asaj madhesi e kur arkitekti original eshte zhdukur. Vdekja e Kirit langje boshlek pushtetike gjali i tigje, Kambisi, duhej të mbushte. Ajdite ajdu te duhej ti mbushte arken menjehere. Por, ndersa Kiri shihej si nje baba dhenja i urte, Kambisi do të mbahej men per diçka shume me të erret, me të pergjakshme dhe me të qërregullt. Obsesioni i tij nuk ishte pak gja. Por çmimi përfundimtar i botes se lashta, Egjipti. Por ajo ke Kambisi do të gjente në reren e Nilit nuk ishte vetem lavdi, por një eserën gjargjesht të cuditshme kë do të qonin perandorin e në prag të kolapsit total. Pas vdekjes së Kirit, Froni i kaloi djalit të taj, Kambisit. I ditene se Kiri ishte arkitekti, Kambisi donte të ishte çekiçi kë do të shkateronte fukit e rivale. Veshtrimi i taj rambi Egjiptin, kytetërimin me të vjetër dhe me prestigjos të kohes. Në vitin 525 para Krishtit, Kambisi udhëhoki një ekspedite masive në për shkretetiren e Sinait. Por nuk ishte vetem strategjia ushtarake kë i solli fitoren. Legjenda thotë se ai përdori psikologjin e kunder egjiptianeve, duke ditur se armikta e tij adhuronin macet si higjni të shenjta. Ai urdhëroi ushtaret e tij të pikturonin imazhet e perendeshes, bastet në mburojat e tyre dhe, sipas disa rrefimeve, vendosi maceta vërteta në ballet e luftjes. Egjiptianet, nga frika se mos ofendonin perendita e tyre, u tërhoken në kaos. Me pushtimin e Egjiptit, Kambisi kishte arritur atë kë asnjë mbret tjetër persian nuk e kishte arritur. Bashkimin e luginave të Nilit, Eufratit dhe Indusit në një kurore të vetme. Megjithatë, këto historia merr një kthese të errët dhe në higje. Ndërsa Kambisi ishte në Egjipt, thashethemet për çmenduri filluan të karkullonin rreth tij. Historianet greke, ndoshta me disa paraqgjikime, pohuan se ai përdhosi varret dhe vraudemin e shenjtë e apis. Por rreziku i vërtetë nuk këndronte në tempusht egjiptiane, por brenda shtëpisë së tij. Në zemër të persisë, doli një pretendent për Fronin. Duke pretenduar të ishte smerdisi, vellai i vogël i Kambisit. Problemi ishte se Kambisi supozohej se kishte urdhëruar vrasjen e vellait të taj në fshehtësivit e me pare për të parandaluar rivalitetet. Kush ishte, pra? Ky njeri ke u legjë në Fron. Kriza ishte totale. Ndërsa Kambisi po nëksiton të te, kthehej për të rimarre kuroren e tigje, a i vdik në rethana gjashte zakonisht të dishimta. Disa thone se ishte një aksident me shpaten e tigje. Të qere se ishte vete vrashe ose vrashe. Perandoria, në atë moment, ishte në prag të kopetimit në 10 kopeza. Por në mes të këtij kausi u shfaq një nga figurat me të shkelkera dhe të mprehta në histori. Darioj pari Dariusi, një oficer i rojës mbretërore dhe një i afermi larget i dinastise, se bashku me të tjere, ishte anetar i rojës mbretërore, gjaste fisniket kurdisen një plan për të demaskuar mashtrujsin. Ata pretenduan se burri në Fron nuk ishte gjali i Kirit, por një magjistar i quajtur Gaumata, i cili fizikisht i ngjante princit të vdekur. Në njenat e gjaku dhe qeliku, Dariusi dhe aleatet e tij sulmuan pallatin dhe e vranë mbretin e rreme. Dariusi e shpalli veten mbret të mbretërve, por legitimiteti i tij ishte i brishte. Per të konsoliduar pushtetin e tij, atij ju desh të shtypten në tek ngritjet në njevit të vetem, duke luftuar në të mbedjet e betejat. Ai nuk ishte vetem një luftetar, por ishte një mjeshter i propagandjes. Ai urdhëroi ke fitorja, e taj tek dhendej në shkembin behistun, kindra metrat e lartë në një shkemb, të shkruar në tregjuhe të ndryshme në menyre këse do udhetar të dinte se ai ishte i zgjedhuri i perendise Ahura Mazda. Pasik gjak derdhja ndalui, Dario tregoi se ishte një gjeni organizativ. Ai e kuptoi se një perandori që e shtrihejtre kontinentet nuk mund të keveriseshin me forse brutale. Ai e ndau teritorin në njëzet keto provinka, të quajtura satrapi, keveriseshin se cila nga një satrap ose guvernator, por me një detaj të zgjuar. Do satrap mbike kyrej nga një sekretar mbretëror dhe një komandant ushtarak i cili, i përgjigja i vete mbretit. Përveç kësaj, kishte sitet dhe veshet e mbretit, spiune perandorake kë patrullonin rruget për të siguruar kë askush të mos komploton të tratti. Por krijeve pra e tij ishte kamino real, një rrugë me shumë sedimigje e 500 kilometra kë lidin qytetin e Suzes me Sarden, pranë detit Egje. Me stacione rele që do 20 kilometra, lajmetaret mbretërore mund të kalonin perandorine vetem për shtaterite, një sukses kë me pare zgjati 3 muaj. Dariusi gjithashtu standardizoi monedhen. Arin e paster Darik,
duke lehtësuar tregtinë nga India në Greki. Nën sundimin e tij, perandoria persiane nuk ishte vetëm një ushtri, ishte rgjeti i parë global ekonomik dhe administrativ në histori. Megjithatë, ambicia e Darit nuk u ndal vetëm te kufishte e njohur. Duke parë drejt perëndimit, sita e tij ranë mbi shtetet e vogla e të zhurmshme që po fillonin të shkaktonin probleme në periferitë e territoreve të tij. Greket, Dari nuk e dinte, por duke u përpjekur ti, ndeshkonte këto qytete për mbështetjen e një rebelimi në Joni, ai po ndeste një konflikt që do të përkaktonte rrjedhën e qytetërimit perëndimor. Mbreti i mbretërve ishte gati të zbulonte se, ndonjëherë, një gigant mund të plagoset nga një gur i vogël, por i hedhur mire. Skena ishte përgatitur për përplasjen në fushat e maratones. Kënjë perandori ta mbigjetoi me shumë se krigjuesi i saj, një ushtri e madhe nuk eshte e mjaftueshme, nevojjitet një sistem. Dhe çfarë ndodhi me Darion, i parin e thelb, ishte burokracia e pare efikase në bote. Imagjinonin një bote ku urdhrat e mbretit arrinin mijëra kilometra larg me një saktësi pothuajse moderne. Perandoria persiane nuk drejtohej vetëm nga vullneti i udhëheqësve të saj, por edhe nga një infrastrukture pakeruajtëse që siguronte që lufta ishte vetëm një mjet i fundit. Në zemër të kësaj makineri ishte Persepoli, kshevahiri në kuroren e mbretërisë. Nuk ishte një qytet i zakonshëm administrativ, ishte një deklarate pushteti, i ndërtuar mbi një platforme gjigante artificiale. Kolonat e tij, mbi 20 metra të lartë mbështetnin tavan e prej kedri libanez dhe ishin të zbukuruara me relivet e të gjitha kombeve të perandorisë. Atje, çdo vit, përfakesues të 20 satrapet, më beritën duke shele durata, nga devete bakteriane deri te fildishi etiopian. Ki sistem harasi nuk ishte thjesht vjedhje. Ishte motori i një ekonomie që i lajonte perandorisë të financonte projekte të mahnitshme inxhinierike. Një nga këto ishte kanali i faraoneve në Egjipt, një pararendes i kanalit të Suezit, i cili lidhte lumin Nil me detin e Cook, duke i mundesuar flotes persiane, të dominonte si okeanin Indian ashtu edhe atë mesde. Por çfarë ndodhi kur diplomacia dhe tregtia dështuan? Makina ushtarake persiane hirin e logje, një forse që kombinonte diversitetin, e një kontinenti me disiplinën e hekurt. Në zemër të kësaj fuqie ishin të pavdekshmit. Ata ishin një ngjesi elitare, e saktësisht gjetëm i gjë ushtare të kembesorisë së rende. Ata kuheshin keshtu sepse nëse njeri vdiste. Plagosej ose se murej, ai ze vendesohej me njëherë nga një luftetar qeter që priste në rezerve. Në këtë mënyrë, per armikun, numri i njësise dukej gjithmonë i dhjetemi gjeburra. Ata kurre nuk u dobesuan, ata kurre nuk u lekunde, duke u dhene atire një ore mbi natirore në fushën e betejës. Pelkegjeni, abonohuni dhe shpendagjeni. Të pavdekshmit mbanin robat e kendisura ke fshihnin parzmoren nën pelhure, mbanin shtizat e peshuara me argjend dhe arë, dhe mburojat e perforkuara prej ksuntike ishin çuditërisht të lehta dhe rezistente ndaj shikjetave të armikut. Ata ishin rrogja personale e mbretit të mbretërve dhe simboli i patjetshmërisë persiane. Megjithatë, ushtria perandorake ishte shumë më tepër se sa vetëm ata. Persianet ishin të paret që e kuptuan fuqinë e luftës së kombinuar. Ata përdornin harketare me kuaj nga stepat, kërre me kosa në rruta për të depertuar në për formacionet armike dhe, mbi tek gjitha. Një zingshir furnizimi që i legjonte ata të leviznin kindra migjera burra në për shkretetirat përveluese. Komunikimi ishte sistemi nervor i këtij giganti. Rruga Camino Real, të cilën e përmendem me pare, kishte ngjekind e ngjembedjet e stacione postare. Nëse cilën prej tyre, kishte gjithmonë burra dhe kuaj të rinj, gati për të nisur me galop. Herodoti, historiani grek, u impresionua ak shumë prej tyre sa ke shkroi. As bora, as shiu, as vapa, as erresira e nates nuk mund t'i pengojnë këta lajmetare të përfundojnë fazat e tyre të kaktuara me shpejtësinë me të madhe. Kjo fraze, migjera vjet me vone, ube motoja jo zyrtare e shërbimit postar të shteteve të bashkuara. Por perandoria kishte edhe një shpirtëror unifikues, zoroastrianizmin. Ndryshe nga fete politeiste të kohës, persianet ndiknin mesimet e profetit Zoroaster, i cili predikonte një lufte kozmike midis se mires të përfakesuar nga Ahura Mazda dhe se kekes të misheruar nga Angra Mainyu.
Ki bote kuptimu dhe mbretërve persiane një mision hejnor. Ata ishin agente të rendit kunder kaosit. Kjo etike ndikoi në sistemin e tyre të drejtësisë. Ligjet persiane ishin të famshme për repta, por edhe të drejta. Një gjykates ko e pranonte një rishfet ndeshkohej në mënyra që do të na dukeshin brutale sot, duke siguruar që struktura e perandorise të mos kalbej nga brenda për shkak të korrupsionit. Pavarësisht gjithë këtij organizimi, perandoria filloi të përballet me një sfide që nuk mund ta zgjidhte vetëm me ligje apo administrate, nacionalizmin e qytet shteteve greke. Në periferi, në rajonin e Gjonise, qytetet greke në sundimin persian u rebeluan, të mbështetura nga Atina. Per Darin, kjo nuk ishte thjesht një shketesim kufitar. Ishte një akt tradhtie kundër rendit hajnor të perandorise. Thuhet se Dari ishte ak i tërbuar sa urdhëroi një shërbetor të peshperiste diçka në vesh, 3 herë në çdo darke. Zoteri, mos harroni Atinasit. Ki obsesion çoi në ekspediten e parete madhe persiane kundër Grekisë kontinentale në vitin 400, e nën 80 para Krishtit. Rezultati në fushen e maratones nuk ishte vetëm një përplasje ushtrish, por edhe treguesi i pare se makina luftarake persiane, ak e persosur në shkretetirat dhe fushat e Azise, mund të përballaj me terrenin e thjerë dhe shpirtin luftarak të hopliteve greke. Perandoria ishte në kulmin e saj, por rretoj lufterave greko-persiane, po fillonin të erresonin horizontin e artet e Persepolisit. Disfatane maratone ishte, per perandorine e gjere persiane, pak me shume se nje per leshqe kufitare, por per krenarine e dinastise Akamenide. Ishte nje plagje kë duhej shëruar. Darius i Pariaj i kaloi vitet e fundit të gjetes duke përgatitur një pushtim për fundimtar. Por vdekja e zuri për para se të shihte hakmargjen e tiqte për mbushur. Ishte gjali i ti, Xerxi, i pari cili trashegoj gjo vetëm fronin, por edhe detyrimin për të nënshtruar qytetet greke një herë e për gjithmone. Në vitin 480 për para Krishtit, Xerxi nisi ekspediten ushtarake me ambicioze të antikitetit. Nuk ishte thjesht një ushtri, ishte një kontinent në levizje. Shkalla e pushtimit të Xerxit sfidon imagjinaten. Historianet e kohes folen për miliona ushtare. Me gjithese shifrat moderne suggerojnë se kishte rreth dikind migje luftetare të mbështetur nga një flote pregjme shume se një migje e dikindanigje. Per të kaluar ngushticen e Helespontit, Xerxi urdhëroi njëve për të papare inksinirike. Ndërtimin e ura lundruese të bera nga anigje të lidhura me zingshire. Kur një stuhi shkaterroi për pjekjen e pare, legjenda thote se mbreti, në një shperthim tërbimi hijnor, urdhëroi që ato të ndërtoheshin, trekinduke, e fshikuluar detin për të ndeshkuar. Ki akt, i interpretuar shpesh si qmenduri, ishte në fakt një ritual simbolik për të demonstruar se mbreti i mbretërve, dominonte edhe natyren, per parimi persian dukej i pandalshem. Qytetet greke, të ndara dhe të të merruara, shikonin higja e persise kë ngrihej mbi veri. Ishte në Griken e ngushta të termopileve kë ndodhi per plazja e përgjetesuar nga kultura popullore, por realiteti historik eshte me kompleks se samiti i trekind Spartanet. Andersa eshte e vërtete kë mbreti Leonidas de Rogja e tij elitare mbajten pozicionin e tyre, ata e bene këte të mbështetur nga disa migjera aliate greke. Persianet, nga ana e tyre, nuk ishin thjesht hordhi të organizuara. Ata ishin profesioniste kë u përplasen me një mur me mburojja prej bronzi. Xerxi, i frustruar nga rezistenca, me në fund dërgoi të pavdekshmit e tij. Vetëm kur një tradhtar vendas zbuloi një shteg të fshehur në male, persianet ishin në gjendje t'i kalonin greket nga krahet dhe të shtypnin rezistencen. Me kalimin tani të hapur, Xerxi marshoi drejt Athines. Qytetaret kishin ikur dhe mbreti persian e përmbushi premtimin e tij për hakmargje. Akropoli u dogsh në shenjë hakmargjegje për gjegjen e Sardes vite me pare. Per Xerxin, lufta ishte fituar. Ai u ul në fronin e tish të arte në reze të Malita e Galeo, gati për të pare floten e tish duke i dene fund mbetjeve të armates greke në ngushtisjen e Salamines. Por vetebesimi i tepert ishte shkaterrimi i tij. Ngushtika e gjirit e anuloi avantajin numerik të anigjeve të medha persiane, duke i legjuar triremeve të shkatheta greke të kopetonin floten per andorake parasive të habitur të mbretit. Salamis ndryshoi rgjedhen e historise, por nuk e shkaterroi perandorine.
Xerxi u tërhok në Azi duke e lënë generalin e tij Mardonius në komandet e trupave pushtuese. Një vit më vonë, në 470 e nënte përpara Krishtit, betejë e Plateas do t'i jepte fund ambisieve territoriale persiane në Evropë. Megjithatë, ajo që shumë harrojnë është se, pas këtyre betejave, Persia i ndryshoi strategjinë e saj. Nëse nuk do të mund të pushtonin Grekinë me hekur, do të benin kete me arë. Gjatë dekadave në vijim, persianet u bene manipuluesit e medhenjt të politikës greke, duke financuar Sparten kunder Atines, ose Atinen kunder Spartes, duke siguruar që kytet shtetet të ishin gjithmonë shumë të zene duke luftuar me njerit qetrin për të kersenuar perseri kufiqta i perandorise. Këgjo periud heshenoi një tranzicion kritik. Perandoria pushoi se zgjeruari me forse brutale dhe filluaj të konsolidohej si një fuki diplomatike dhe kulturore. Por ki ekuiliberi dukshem fshihte një kercenim të brendshëm me të rrezikshem se falangat greke. Brenda palateve të Suzes dhe Persepolisit, pushteti absolut filloi të krijonte një atmosfere dishimi dhe tradhtie. Xerxi, njeriu që kishte sfiduar detin, gjeti fundin e tij i vrare në Dhomen, e tij tek gjumit nga kapiteni i rojes se tajde një unuk i fukishem i oborrit mbretëror. Vdekja e Xerxit në vitin 460 para Krishtit, u hap një dere që nuk do të mbyllej me kurre vërtet. Epoka e intrigave të pallatit. Perandoria mbeti me e pasura dhe me e fukishme gjane bote, kufiqta e saq të këndrujshem dhe administrata e saq funksiononte me sakte si të mengje hershme, por zemra e monarkise po fillonte të rrihte në mënyre të cërregullt. Mëmbreti i mbretërve nuk duhej me të shikonte vetem kufiqta per armik. Tani ai duhej të vezgonte higjet në sallat e tigje, ku Helmi dhe Kamapo beheshin mgjetet e regja politike të dinastise, Akamenide. Pas vdekjes së Xerxit i pari perandoria persiane hiri në një faze interesante, por të rrezikshme. Shpesh mendohet se perandoria u shem shpesht pas lufterave greko-persiane, por realiteti është se ajo mbigjetoi për me shumë se ngjekind, e pse gjete kaluan vite të gjera. Megjithatë, fusha e betejës ndryshoi. Fushat e gjera u zëvendesuan nga sallat e pallateve dhe kopshtet e harlisurat e kyteteve mbretërore. Pushteti nuk fitohej me vetem me shpaten në vigjen e frontit, por edhe me helm, ndikimin e eunukeve dhe aliankat komplekse brenda haremit mbretëror. Artaxerxes i pari Artaxerxi, gjali i Xerxit, u ngjit në fron mes një masakre të madhe, duke ju dashur të ekzekutonte velezerit e tij për të siguruar pozicionin e tij. Ishte në mbretërimin e tij që strategjia e floririt persian, u Persos. Artaxerxi e kuptoi se greket ishin të pamposhtur kur ishin të bashkuar, por gjashtë zakonisht të prekshem nga lakmia. Kështu, satrapet e Azise se vogel u bene mjeshtrat e diplomacisë së errët, duke dërguar karvane të ngarkuar me monedha ari për të korruptuar politikanet në Atine dhe Sparte. Kjo politike ishte ak efektive sake. Gjatë luftës së Peloponezit, persianet luajshten të digja fukit e sigure shahu, duke siguruar që Grekia të tahej plotësisht, ndërsa Persia të rifiton të kontrollin e kyteteve bregde të repahumbura sëngje ushtar të vetem. Por, ndërsa perandoria dominonte politiken e gjashtme, Bertama e familjes mbretërore po kalbej. Haremi, fillimisht një hapesire private gjetese, ube kendra e pushtetit. Mbretëresha si Parisatis u bene arkitektet e vertet atë pushtetit. Duke manipuluar trashegimine dhe duke perdorur femigjet e tyre sigure shahu në lojera vdekgje prurese. Këgjo pakendrojshmeri arriti piken e saq të tjerë pas vdekgjes së darit. Idite, kur shpertheu një lufte civile velavrasese midis mbretit të ri. Artaxerxiti ditet he velaj i time i vogel. Kiri i riu. Në vitin 400 e një përpara Krishtit, Kiri i riu u perpok të uzurponte fronin duke u dhe hekur një ushtrikë përfshin të 10.000 mercenare greke, të njohur në histori fale punes e Xenofonit. Edhepse Kiri vdik në betejën e Kunakses, faktikën një ushtri e huaj mund të marshon të drajt zemres, se perandoris edhe me pas të shpeton të luftimeve zbuloj një dobesi sistemike. Perandoria ishte një gigant me kembe prej baltenese komanda kendrore dashtonte. Ai kishte ardhur për të shkaterruar rendin boteror të vendosur dhe për të pretenduar për vete titullin mbreti i Azise. Per balia e fundit midis di boteve ishte gati të ndotte. Pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni, deri heren tjetër.